Pasha zëtin, unë po të kalzoj drejt për zëtit, ajna ka fol, aj ko më në mo shpirtin, në qika mo dhe 3 herë martu me shqiptar, 3 herë do s'ko burë heq, 2 qika e ko, e vogla ka mor një Gjerman, po e ko vesh një qik, të në të mirë ata, i ko 100 shqiptar me mi qik, për fora nuk e në rej. Mirë gjyshe. Më bëhet qevi që jesin qertë, kështu nga të regon ta mama ta që mirë të përjetu punë, punojnë ko shpit vetën, vëlloj me apo të shpin që ditës. E qika mo dhe pasha bukën, aja na myti krejti ko 2 qika e mo dhe ja i bë 19 vjetë. E vogla i ka bu 16, katastrofë. Se është zërë pa mushkull në shpes, e dikush gjithkush duhen për qëtë vetin. Me i rrit vetë, po të regon, vajza e madhe ka qenë e martuar 3 herë me shqiptar. Po. Mirë. Vajza mo dhe 3 herë u martu me shqiptar. Edhe është nda. Edhe një ka posë atje, ka është anina Kamenica. Po. Kej Karacheve. Po. A i shkoj ke më punë, the ke po shkoj më punë, ajo punoj ke një mbes, 50 vetë ditë, dejnë 12 notës, a i në kësha me thirë ke nuk vite shpia, po shkoj të tezja, po shkoj të qike tezës, 3 muj dit, as paguj ke struj, as banes, as korgje, qa me i bu atina? Ka shtu kërkush nuk dëran. Sigurisht që jo. Veç me la drua, mës po ta pohojrin në Sigurisht që shpia. Marisa ka obligime, po gjyshe. Gjyshe të falenderoj shumë për telefonatën. I dyti o koni i Macedonis, a i shkoni smut. Bilen Belgjiko kanë pashkue o zët, si ma mirë marke, dil ke pinive këtu në qytë pej Gjermanie, si qytë kena tonë kufini dhe ke kërsh me bo. Edhe notën njëtë notë jena shkuja këna morë. I treti pej podijeve, la pastica që i thëjnë. Bile aje jabuni letrat, e krejta se, edhe aje qashtë me 100 zeza, edhe u dajten edhe me këta. Kja vogla, e ko Gjerman burin, edhe has Gjerman jenë, boba e nune, motër s'ko, një vlo ko për i nune, veç s'ko, kun njëri, maj mirë më do këtë nuk ko, krejt që dite. Zdo vjetë, ko qef më orë në Kosovë, e në gjinën rra. Nuk më takon mu fare mu përzi, nështë ta faj nuk është gjithmonë adin të vajza, ose edhe mund tjetë se 3 herë, po së më takon mu e pjesë mu përzi, është eron, për shama Allah ja me dëgju prindin e vetë aty, ty thonë, në ka met shumë keq vajza, nuk i kom punë të mirë, i kanë met 2 vajza aty, më thetë, thash, ko gjarana, mbesat ashtu ty e dëgju, ty u krenu, nuk e ndroj Gjermani me 100 shqiptarë, na jetojna në Gjermani, kena punë të mirë, ama qika si ka punë të mirë. Sinqerisht në për veti nuk e pa shumë të arsyeshme, nuk e pa të arsyeshme me hi në telefon ku dëgjojnë qindra mira dëgjus, e me full për gjera private, e aq ma pak me shumë, ose ma pak me denigru vajzën tonë, fëmin tonë, në kuptimin e asaj na mund qafe, sështë kur qysh heqe, së mire, mundët më rëmejetu dhe pa mashkull, dhe nuk peshone qashtu qysh pe paraqet kjo zoja që ku ka bu kiameti, pse ku ka pa mashkull. Tani ku është faji, pse ajo i ka pas të rindarje njoni, ane njoni këne, njoni kështu, njoni ashtu, nështë ta jo zgjedhet i këqia, nështë ta vajza nuk është në regull, nështë ta ata si në regull, nuk do me thonë kur që heqe ajo pjesë me 3, po për mu ke veç problematike kur e kupton që 3 minuta po flet për fëmin tonë edhe mbi 3 minuta ma dje, edhe po kalzon pralla për Gjermanin, po fëmija vetë është i keq.